dhe në hartën që ata vendosin aty, vendosin Shqipërinë me ngjyrë tjetër për të treguar që është një korridor i ri. Aty, po në këtë dokument, thuhet që së bashku me një dokument tjetër me indeksin global të krimit organizuar, thuhet që parat e krimit të organizuar, e karteleve të drogës, vinë dhe pastrohen në sektorin e ndërtimit në Shqipëri. Sërish, kjo është e shkruar e zeza mbi të bardhë, kështu siç po e citoj unë. Nga ana tjetër, për mediat, në raportin për të drejtat e njeriut në Departamentin e Shtetit, thuhet që mediat në Shqipëri janë në gjendje të tillë ku gazetarët vetë censurohen për shkak të presionit që u bëhet, qoftë nga pronarët, qoftë nga qeveria, me forma të ndryshme. Të gjithë këto element ne i gjejmë dhe në raportin që vjen nga Parlamenti Evropian. Tani, të gjithë këto në diskutimet e tyre, eurodeputetet i kanë hasur këtu. Eurodeputeti Michael Galler, i cili drejtonte delegacionin e Bashkimit e Parlamentit Evropian në misionin e monitorimit, e vëzhgimit për zgjedhjet e 11 majit të 2025-s, kur u kthye në Bruksel, në Parlamentin Evropian, ka thënë në seancë plenare, në Shqipëri, krimi organizuar pengon rotacionin politik. Sërish është një citim i pastër i tij. Më pas, disa muaj më pas, po në Parlamentin Evropian, kur u bën diskutimet për Shqipërinë, eurodeputetë ndryshëm, përfshirë zoti Galler, zotin McAllister, zotin Kovačev, shprehen kritikat e tyre dhe shqetësimet e tyre në Shqipëri, duke thënë që krimi organizuar, korrupsioni janë tashmë ndodhi sistemike, pra janë kthyer në sistem në Shqipëri, nuk janë elemente të veçuara. Dhe madje shtonin që kanë arritur deri në nivelet më të larta të shtetit shqiptar. Natyrisht